Le të hapim Biblën së bashku tek Marku kapitulli 5 edhe përpara se të lexojmë dua të them që ne kemi nisur një seri të re që kemi quajtur lajme të mira. Edhe faktikisht kronika e televizorit është e mbushur me lajme të zeza, apo jo? Nuk kanë lajme të mira. Por Perëndia ka lajme të mira përmes nesh. Edhe ne kemi folur për këto dhe lajmet e mira janë nga qielli, janë nga parajsa, edhe Perëndia dëshiron që ne të shkojmë tek bota e humbur, sepse bota është e humbur, edhe ajo që ndodh është që Perëndia dëshiron që ne të dimë që çfarë mesazhi kemi për ta. Edhe mesazhi që Zoti ka për njerëzit e pashpëtuar është që Krishti vdiq për mëkatet tona. Edhe është një lajm i mirë sepse çdo njeri është mëkatar dhe ka një shpresë për mëkatin. Dhe shpresa për mëkatin është Zoti Jezu Krisht. Herën e kaluar ne folëm që Perëndia do që të përdorë ty. Edhe kjo është mjaft e rëndësishme në mënyrë individuale. Perëndia do të përdorë ty në mënyrë specifike. Okej, ti duhet të gjesh Andrehen, unë do të gjej Filipin, tjetër Natanaelin, nga ta fillojmë. E pikërisht për këtë është mësimi sotëm, nga ta fillojmë. Le të shkojmë tek Marku, kapitulli 5, është histori e mahnitshme e një djaloshi që ishte demonizuar dhe shrohet, edhe në vargjet 18 deri 20 do të qëndrojmë së bashku këtu. Kur ai po hynte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar i lutej që të mund të rinte me ta. Por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha: "Shko në shtëpinë tënde të tut dhe trego çfarë gjërash të mëdha bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty." Dhe ai shkoi dhe nisi të predikojë nëpër Dekapolis për të gjitha ato që kishte bërë Jezusi, të gjithë u mrekulluan. Këto janë 3 vargje do të qëndrojmë sot edhe Zoti na drejton tani në një mënyrë se ku të fillojmë. Zoti ka një plan me ne, ai na thret ne ashtu si thirrri Mojsiun që shkoi në Egjipt, nxori Izraelin dhe e çoi në tokën e premtuar. Perëndia ka një plan me ne. Edhe ai po thret ty, edhe ne Zoti do na drejtojë sot ku të fillojmë. Edhe pikërisht në këtë do të qëndrojmë sot në 3 vargje, por le të lutemi së bashku Perëndis. Ati dashur, ne vim përpara teje Perëndi me mirënjohje në atë që ti ke bërë për ne, sepse ti di që u varroste dhe u ringjallë për ne, dhe ti je shpëtimtari ynë, Zot, jo vetëm nga mëkati, por shpëtimtari ynë që një ditë boria do të bjerë dhe do të shpengosh dhe trupin tonë, edhe secili nga ne që ka besuar në ty do të ketë një trup të lavdishëm ashtu siç është trupi yt. Edhe Zot, ne shohim me shpresë përpara. Dhe ti je shpresa jon, Krishti Jezus shpëtimtari ynë, Zot. Atë falemderit për gjithë ta njerëz që janë këtu dhe lutem Perëndia im që ti të na drejtosh sot nga fjala jote, fryma e shenjtë të na flas gjithashtu edhe të na udhëzosh si të punojmë. Sepse ti ke thirrur secilin prej nesh të ke një plan me secilin prej nesh, Perëndia edhe me mua gjithashtu. Falemderit për këtë. Dhe kush jemi ne, Perëndia im, që ti të na përdorësh, po të pëlqeu ty Perëndia im të na përdorje. Edhe Zot, ne t'i japim ty lavdi dhe nder në atë që je kaq i madh, kaq madhështor dhe prap zgjedh një krijesë si puna jon që jemi kaq të vegjël, po të pëlqeu ty edhe faleminderit Zot që na vën në shërbimin tan. Atë lutem Perëndi për njerëzit që janë të humbur sot, edhe të hapur syt Perëndi që të kenë një marrëdhënie me ty. Edhe lutem Zot që na drejtosh Perëndi. Në emër të Jezusit Zot lutem. Amen. Amen. Do të shohim 3 gjëra, do të shohim bukurinë e shpëtimit, do të shohim gjithashtu edhe për qëllimin e shpëtimit, edhe së fundi do të shohim për praktikën e shpëtimit në këto të 3 vargje. Edhe bukuria e shpëtimit është e madhe, por pastaj ka një qëllim. Tani duke kuptuar kontekstin, kur flasim për kontekstin e vargut, ajo që po ndodh është konteksti i Markut 5 është për një njeri që ka qenë pushtuar nga një demon, ose më saktë nga një legjion. Edhe ky njeri ishte vërtet keq. Ai thyente çdo zinxhir që mund të lidhje. Edhe ai rrinte në varre. Edhe ishte në një gjendje kaq të mjerueshme sa askush nuk mund të bënte dot gjë për të. Edhe Bibla na tregon që kur Jezu Krishti ishte në tokë, ai e shëron këtë. Edhe ai nxjerr këtë demon ose këtë frymë demoniake, këta demon që ishin brenda tij nxjerr. Edhe ai pastaj ka një mendje të qetë, edhe është rregullt, edhe nuk ka nevojë më ta lidhësh me pranga. Edhe kjo është pikturë e shpëtimit ton, ky shërim nga të demonizuarit. Sepse dhe ne kemi qenë nga një frymë që na kontrollonte. Kemi qenë në prangat e mëkatit. Kemi qenë bashkë me të vdekurit, sepse Jezusi sa lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre, pra të vdekur në fare në mëkatin. Por Zoti na ndryshoi, na çliroi nga mëkati, na çliroi nga pushteti i demonëve, na çliroi nga pushteti i djallit, na nxori nga errësira, na solli në dritë, na nxori nga pushteti i Satanit dhe na çoi te Perëndia. Na nxori nga mbretëria e errësirës, na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, apo jo.
Lavdi Zotit për këtë. Edhe kjo është ajo që gjejmë pikërisht në këtë kontekst. Tani ndërkohë që ky njeri është shëruar, edhe është piktura shpëtimit tonë që ne jemi shpëtuar, diçka ndodh me jetën e tij pas shërimit, që do të thotë diçka ndodh me jetën tonë pas shpëtimit. Edhe gjëja e parë që duhet të shohim është bukuria e shpëtimit. Edhe bukuria e shpëtimit, shikoni pak vargun 18. Kur ai po hynte në bark, ai që kishte qenë i demonizuar i lutej që të mund të rrinte me të. Bukuria e shpëtimit është në atë që kur ne shpëtohemi, ne kemi një jetë të re. Dhe kjo jetë e re ka ca dëshira të reja. Edhe është e mahnitshme kur ju shpëtuat, kur ju besuat në Jezu Krishtin, Perëndia transformoi jetën tuaj. Kujtoni pak kur u shpëtuat. Ai transformoi aq shumë sa që kishit dëshira të reja, kishit një qëllim të re, kishit një pasion të re, donit gjërat që nuk i kishit dashur më përpara. Dhe një nga gjërat që ishte kaq e çmuar për ju edhe për mua kur u shpëtuam ishte që ne donim të rrinim me Jezusin. Sepse ky njeri ka një dëshirë të veçantë, ai donte që të rrinte me Jezusin. Edhe kur ju shpëtuat, kishit pasion për fjalën e Perëndis, kishit pasion për Perëndin, kishit një pasion për vajtur në familjen e Perëndis apo. Edhe kjo është një jetë e mahnitshme, jeta e krishter me Zotin. Po përpara se të shpëtoheshim, nuk e kishim këtë lloj jete. Nuk e kishim këtë dëshira, nuk e kishim këtë gëzim, nuk e kishim këtë marrëdhënie të ngushtë me Zotin. Po kur ne u shpëtuam, ne hym në marrëdhënie me Zotin, ne patëm këtë gëzim të mrekullueshëm dhe në fakt e kemi këtë gjithmonë. Tani shikoni te Isaia 26, është jeta e krishterë është një jetë e mahnitshme. Edhe kjo ndodhi kur ne u shpëtuam. Te Isaia 26 thuhet me shpirtin tim të dëshiroj natën, po me frymën që është brenda meje të kërkoj në mëngjes herët, sepse kur shfaqen gjykimet e tua mbi tokë, banorët e botës mësojnë drejtësinë. Apostulli Paul thatë, ai ka një dëshirë nga brenda, një pasion nga brenda të njohë Zotin. Pra ai do të rri me Jezusin, ai do të kaloj kohë me ta, ai do që të rri me shpëtimtarin. Edhe kjo është bukuria e shpëtimit. Edhe shpëtimi është i bukur, jo vetëm sepse kemi jetë të përjetshme, po shpëtimi është i bukur sepse Perëndia ndryshon dëshirat tona. Na bën krijesë të re, si thot 2 Korintasit kapitulli 5. Nëse dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Gjërat e vjetra kaluan, ja gjitha gjërat u bën të reja. Te Psalmi 42 thuhet, ashtu si suta ka dëshirë të madhe për rreket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty o Perëndi. Edhe psalmisti është duke i thirrur Perëndis, edhe zemra e tij, edhe shpirti i tij, edhe qenia e tij janë të drejtuara drejt Perëndis. Ashtu si ke një busull që ngado që ta lëvizësh, ajo shigjeta do të kthehet drejt veriut, do të tregojë veriun. Edhe një ri lindur, shigjeta e zemrës së tij kthehet drejt gjithmonë nga Jezu Krishti. Ti shkon andej, lëviz andej, ngado që shkon në punë, në familje, në shkollë, në jetë, kudo që kalon, zemra jote rreth për shpëtimtarin tënd. Kjo është bukuria e shpëtimit apo jo? Edhe kjo është ajo që Zoti i bëri me ne ku ne u shpëtuam. Edhe nëse se keni harruar këtë, mos e harroni këtë. Sepse ne hym në një marrëdhënie. Edhe ky njeri u shpëtua. Edhe ndërkohë që u shpëtua, ai kishte një dëshirë të zjarrt, rrinte me Zotin. Ashtu si thot një këngë, në asnjë vend s'dua që të jem, veç të këndoj, të kërcej bashkë me ty. Asgjë më shumë s'dua që të bëj, Zot veç të ta adhuroj. Kjo është zemra e një njeriu të rilindur, të blerë me anë të gjakut të Jezu Krishtit, kur ai besoi në Jezu Krishtin si Zotin e vet dhe shpëtimtarin vet. Zemra i këndon Perëndis. Është e natyrshme. Por diçka ndodh faktikisht me këtë djalosh, që pasi ai do që të rri me Jezus i bën diçka. Dhe të dini sa herë që Perëndia bën diçka, ajo që bën Perëndia është e mahnitshme. Edhe vjen re diçka që thot, por Jezusi nuk e lejoi. A nuk duket sikur ka diçka që nuk shkon apo jo? A nuk është zemra e re që i rre për Perëndin? A nuk është zemra e re që i këndon Zotit? A nuk është shpëtuam ne për një marrëdhënie me Zotin? Kjo që bëri Jezusi, sikur nuk shkon. Po ne e dim që Perëndia bën gjërat i bën të mrekullueshme kur rri me Jezusin. Edhe nëse kalon kohë me të, edhe kap zemrën e tij, edhe fillon të dëgjosh të rrahun e zemrës së tij, atëherë fillon pasaj që të ndryshojë jeta jote. Edhe jeta jote ndryshon në atë mënyrë të tillë, sa zemra jote fillon të rrahë sipas ritmit të zemrës së Zotit. Sepse ne jemi një me të. Ne jemi mishit të tij, ne jemi trupit të tij, ne jemi ADN-ja e tij. Është e mrekullueshme ajo që Zoti ka bërë me ne, frymërisht. Kur ne u shpëtuam, ne u bëm trupi i tij. Edhe ajo që ndodh me Jezusin është që Jezusi e drejton atë
tek qëllimi i tij. Edhe kur zemra tona rrahin një me zemrën e Perëndis, ndërkohë që ne rrim me atë, ai do të na drejtojnë te qëllimi i tij, dhe qëllimi i tij do të bëhet qëllimi ynë. Pasioni i tij do të bëhet pasioni ynë. Barra e tij do të bëhet barra jon. Edhe Luka 19:10 thot, sepse biri i njeriu erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Bukuria e shpëtimit qëndron në faktin që dy gjëra, zemra jon rre për Zotin edhe do të rrip me të edhe ka mall për të. Dhe dyta, kur zemra jon rre me zemrën e Perëndis, atë sinkronizohet me të njëjtën mënyrë rrahje. Dhe pastaj çfarë bën? Perëndia na kthen ne tek qëllimi që ai ka. Arsyeja pse erdhi në tokë bëhet arsyeja pse unë jam mbi tokë. Qëllimi i Jezusit pse la qiellin dhe erdhi mbi tokë bëhet qëllimi pse unë jam lënë këtu mbi tokë dhe nuk unë rrëmbeva ditën e shpëtimit. A shikoni se mrekullueshme, mrekullia e jetës së re është që Jezusi i dha qëllimin jetëve tona. Edhe dha qëllimin e tij. Te Luka 4:18 thuhet, fryma e Zotit është mbi mua sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfrit. Wow! Ja pra Jezusi. Edhe ishte fryma e shenjtë atë dhe ai jetoi qëllimin. Po Bibla na tregon gjithashtu që fryma e shenjtë ju ka vajosur juve. Edhe ju ka vajosur për një mision dhe për një qëllim. Edhe pikërisht kjo është ajo që thot. Qëllimi i jetës së Jezusit është ungjillizimi. Qëllimi i jetës së Jezusit është të ungjillizonte të humbrit, të fitonte ata që ishin të vdekur në fajin e mëkatit. Edhe kjo është arsyeja dhe pse unë u shpëtova. Dhe kjo është arsyeja pse Jezusi e ndalon atë dhe e kthen atë diku tjetër. Dikush tha, kur je i zënë deri në fyt me aligator, është e vështirë të mendosh se qëllimi yt kryesor është tharja e knetës. Edhe nëse ne jemi kaq të zënë me këtë botë humbur, edhe me qëllimet e saj, me fokut e saj, me mënyrën si ajo jeton, është shumë e vështirë të mund të mendojmë që zemra jonë të rrah sipas zemrës së Perëndis. Është shumë e vështirë që të mendojmë që qëllimi i jetës sonë është të fitojmë të humburit. Bashkëshorti ynë Jezus dëshiron fryte, sepse Perëndia i dha Adamit një nuse që të siguronte pasardhës në mbushtet tokën me bitë të Perëndis. Por dhe Adamit të dytë i dha një nuse, dhe ju dhe unë jemi nusja e tij. Edhe ai do këtë marrëdhënie të ngushtë. Ai na thret në një marrëdhënie të ngushtë. Kemi shumë për të folur për këtë gjë, Bibla flet shumë për këtë. Por ai ka edhe një qëllim tjetër që të sigurojë pasardhës. Ai dëshiron që edhe të tjerë të bëhen bitë të Perëndis. Ai dëshiron që kjo botë e humbur të njohë edhe të kuptojë dashurinë e Zotit. Pika e dytë është qëllimi i shpëtimit. Pra, pas bukurisë së shpëtimit ne shohim qëllimin e shpëtimit. Edhe qëllimi i shpëtimit përmban një urdhër. Sepse shpëtimtari ynë i jep një urdhër këtij djaloshit. Edhe urdhri që jep djaloshit është shumë i thjeshtë, edhe thot, shko. Është shumë e thjeshtë. Pra nga bukuria kalojmë te qëllimi. Edhe kur ne shohim në fjalën e Perëndis, ka mbi 1000 herë në shkrim e fjala shko. Sepse Perëndia e krijon njeriu me një qëllim në jetë. Para shpëtimit ne ishim pa qëllim. Ne ende ishim në secilin ndiqte rrugën e vet. Edhe Zoti bëri që të bjerë mbi Jezusin pallësia ne të gjithë. Po kur ne u shpëtuam në të, atë Perëndia na dha një qëllim të ri, na dha një shpresë të re. Edhe pikërisht kjo është ajo që është duke kuptuar. Atë kur ne shohim që Jezusi është me këtë djaloshin dhe ky djaloshi do të rrinë me të, edhe do të rrinë në bark, edhe shumë e rehatshme faktikisht në bark, barka është pikë këtyre kishës, është shumë e rehatshme të rrimë këtu së bashku, e të kalojmë kohë së bashku, të këndojmë Zotit, edhe lavdi Zotit, e kemi këtë mundësi që vim një herë në javë, edhe në mesjavë gjithashtu, por Zoti nuk dëshiron kaq. Ai dëshiron që ne të shkojmë, ai dëshiron që ne të lëvizim, ai dëshiron që ne të dalim. Kjo është dëshira, dhe është një urdhër. Tek Eksodi 4:12 dhe tani shko. Kujt i tha? I tha Mojsiut. Mojsiu do të shkonte në Egjipt. Ai do të merrte bitë e Izraelit të nxirrte nga Egjipti, por ishte Zoti që ishte nëpërmjet tij. Edhe Egjipti është piktura e botës, edhe ai Zoti na mëson shko në Egjipt, shko në botë dhe nxirri njerëzit. Edhe është Zoti që na dërgon. Ai do të bëj punën, por ne jemi ena aty vegla, aty që ai na përdor. Te Ruthi kapitulli 2 vargu 9 thot mbaj syt në orën që po korr dhe shko prapa korrësve. Edhe ka njerëz që janë duke punuar për Perëndin, edhe ata po bëjnë punën e Zotit.
Edhe thirrja e Perëndis për Ruthin është të shkojë mbrapa atyre që janë duke bërë punën e Zotit, shko edhe ndiq ata që po i shërbejnë Perëndis për të fituar shpirtra. Shko prapa. Te Mateu 28 vargu 19. Shkoni pra. Shumë herë Perëndia ka një urdhër të thjeshtë lidhur me qëllimin e tij pse ai na la në tokë. Shko. E ne kemi shumë të rehatshme të rrimë, a mund të mbyllem brenda në dhomë, të lutem, të lexoj Biblën edhe kaq. Po nuk tha Jezusi kaq. A është jeta e krishterë një marrëdhënie e mrekullueshme me Zotin? Sigurisht që po. Po kur ti rri me Jezusin, edhe zemra jote fillon të rrahet sinkron me zemrën e Perëndis, është e pamundur të mos dëgjosh thirrjen e tij, dhe thirrja e tij është shko. Jezusi nuk do thjesht të rrim në barkë. Jezusi nuk do thjesht të rrim brenda në dhomë edhe të lutemi edhe të lexojmë Biblën. Ai do të dalë. Prandaj ai nuk e lejoi. Ai do që të dalin. Mateu 20, vargu 3 dhe 4 thot, pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa të tjerë që rrinin në shesh të papunë. Dhe u tha atyre, shkoni edhe ju në vresht, dhe unë do t'ju jap sa është e drejtë. I krishteri i papunë është i krishteri që nuk del të ndajë ungjillin. Është papunë, rikot. Ju do thoni, po unë dua familjen, po unë kujdese për familjen, po unë bëj të këto gjëra, sigurisht janë të mira, lavdi Zotit për këto. Po nga perspektiva e Perëndis, ti u shpëtove, merr frymë dhe jeton që të dalësh në mënyrë që edhe një tjetër të shpëtohet me anë të ungjillit të hirit të Zotit. Dhe nëse ti nuk bën këtë, je pa punë në sytë e Perëndis. Parajsa të shikon shumë të krishterë pa punë sot. Dhe Bibla thotë që do t'u jepet aq sa është e drejtë, shpëtimi shfalet, por nëse punoni, Perëndia do ju shpërblej. Por çfarë thot Zoti atyre që rrin pa punë? Shkoni, po jo, po unë po kaloj kohë me fjalë, unë po lutem. Lavdi Zotit për këtë. Shko. Nëse nuk shkon, është pa kuptim gjithçka që po bën. Nëse ne nuk shkojmë, është pa kuptim mbledhja jonë së bashku. Sepse Jezusi nuk dëshiron thjesht të rrim në barkë. Ai do të lëvizim. Kështu kuptoi shkrimet, duke krahasuar shkrimet me shkrimet. Prandaj Romakët 14:15 thotë, dhe si do të predikojmë pa qenë dërguar, që do të thotë që ne jemi dërguar. Nuk ka nevojë të themi, si tha Isaia, Zot, ja ku jam, dërgo mua, je dërguar tashmë. Sepse nëse je në Krishtin e krijesë së re, edhe Perëndia të ka dhënë bashkë me krijesën e re shërbimin e pajtimit. Edhe thotë siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin, paqen që shpallin lajme të mira. Atë Perëndia shikon njerëzit, edhe njerëzit janë të papunë, sepse këmbët e tyre nuk lëvizin. Unë thoni, vajta në shtëpi, vajta në punë me këmbë, jo. Këmbët quhen të lëvizshme në sytë e Perëndis, kur ato shkojnë drejt një njeriu të pashpëtuar dhe ndajnë lajmin e mirë me ta. Dhe nëse nuk bëjmë këtë, jemi pa punë. Po Zoti nuk do që jemi pa punë. Dhe Zoti nuk do që ai djaloshit ishte pa punë. Dhe Zoti Jezu Krisht nuk erdhi këtu dhe ndajti pa punë. U mundua të harxhonte jetën e tij që kishte mbi tokë. Dhe vdiq 33 vjeç e gjysmë. Jo, nuk ishte kjo. Ne mundohemi të harxhojmë jetën tonë mbi tokë, edhe vdesim kur Zoti ka planin për të vdekur. Po nuk është kjo qëllimi i jetës. Ne do të kemi jetë me qëllim. Jo që zgjasim jetën kot, duke për të funeralin ton, po ta jetojmë atë kohë që Zoti ka për ne. Dhe ta dini sado që të mundohemi ne, nëse Zoti dha Jezusit 33 vjet e gjysmë. Zoti nëse ju ka lënë juve një periudhë kohe, nuk ka të bëjë me fuqinë tuaj dhe timen për të zgjatur jetën. Kur koha vjen, Zoti do na thrasë në shtëpi. Se kur e ka Zoti nuk e di. Por pyetja është, a ka qëllim brenda jetëve tuaja? A ka qëllim brenda jetëve tona? A ka qëllim brenda jetës time? Sepse këtë po mëson Zoti me këtë. Qëllimi i shpëtimtarit, jo vetëm që ka një urdhër, por qëllimi i shpëtimtarit ka një shënjestër. Zoti është shumë i thjeshtë për të na orientuar. Edhe cila është shënjestra? Por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha, shko në shtëpinë tënde. Nga ta fillosh. Zoti ka një plan me ty. Shko në shtëpinë tënde. E dini kush është shtëpia juaj? Shko në shtëpinë tënde. E dini që kur Jezusi u tha dishepujve te Veprat 1, vargu 8, ai u tha atyre, ju do të merrni fuqi. Kur fryma e shenjtë do të vinë ju dhe do të bëni dëshmitarët e mi nga Jeruzalemi.
Ata ishin në Jeruzalem dhe pastaj vazhdon deri në Skajin e Dheut e mbyll. Pra ka një mënyrë si Zoti drejton. Fillon me shtëpinë. Shikoni Gjoni 1:37. Te Gjoni 1:37, konteksti është që Gjon Pagëzori ka 2 dishepull. Ai ka mjaft faktikisht, po tek konteksti i Gjonit 1 është ka 2 dishepull, edhe ai po shef Jezusin. Dhe kur shef Jezusin, ai thot, ja qengji Perëndis që heq mëkatin e botës. Gjoni 1:29. Te Bibla thot që dishepujt e dëgjuan. Dhe kur Bibla thot dishepujt e dëgjuan, do të vinë re më poshtë që ata e ndjekin. Edhe ndërkohë që ndjekin Jezusin, ajo që ndodh është Jezusi i merr ata dhe kalon kohë me ta. Dhe ky është shpëtimi i tyre. Pra kur ata u lidhen me Jezu Krishtin, këto janë vargjet nga 37 deri në 39, është rilindësh, të shpëtohesh. Dhe çfarë ndodh pasi ata arrin me Jezusin, ata arrin gjithë ditën, sepse në praninë e tij ka vetëm ditë, nuk ka natë. Edhe kur ata arrin me Jezusin, ata janë shpëtuar, diçka ndodh me ta më mbrapa. Çfarë ndodh më mbrapa? Le të lexojmë pak Gjoni 1:40-41. Andrea, vllai i Simonit, ishte një nga ata të dy, që e kishin dëgjuar këtë nga Gjoni dhe kishin ndjekur Jezusin. Pra ishin 2 dishepull të Gjon Pagëzorit, edhe shpëtimi nuk është sipas Gjonit, sepse pagëzimi nuk të shpëton, po shpëtimi është në Jezusin, sepse Jezusi të shpëton. Ata e ndoqën Jezusin, ata kaluan me Jezusin kohë dhe çfarë ndodhi? Ata u shpëtuan. Tani njëri nga ata që u shpëtua, ishte pikërisht ky. Ishte Andrea. Andrea çfarë bën? Andrea shkon në shtëpi. Edhe gjen vllan. Pra ku fillon Andrea? Fillon nga shtëpia. Ku i tha Jezusi atij djaloshit? Shkon në shtëpi, fillon nga shtëpia. Edhe vargu 41 thot, ky gjeti më parë vllain e vet Simoni dhe i tha, e gjetëm me sy Mesian që do të përkthyet, do të thot Krishti. Tek Luka 16 vargu 27, ajo që ndodh është kemi historinë e njeriu të pasur që ka përfunduar në ferr. Dhe mënyra se si ai fillon ungjillizimin, ai thot që dëgjoj, tërgoj Lazarin, atë të varfrin, i thot Abrahamit të shkojë në shtëpinë e atit tim. Mënyra se si fokusohet për ungjillizimin është nga shtëpia. Mënyra se si dishepujt e Jezusit filluan nga shtëpia. Te Jozue 2 vargu 18 kemi shpëtimin e Rahabit. Rahabi është ajo që fshehu zbuluesit. Edhe zbuluesit i thonë që merre këtë kordoni me të kuqe dhe lidhe aty jashtë shtëpisë tënde. Është pikturë e shpëtimit në vijatën e re. Ka vetëm një mënyrë se si shtëpia juaj mund të shpëtohet, përmes besimit në gjakun e Jezusit. Edhe ajo që ndodh është ata i thonë Rahabit kështu. Tani lidhe këtë, edhe do të sjellësh te ky kordoni, do të sjellësh brenda, e do të sjellësh ja dhe jashtë çfarë i thot. Po të jetë se kur të hymë në këtë vend dhe ti nuk gjit në dritaren nga cila po zbret këtë kordon të holl me ngjyrë të kuqe rremt. Dhe po nuk mlodhe në shtëpinë e atit në shtëpinë tënde, pra brenda në shtëpi do mbledh atin tënd, nënën tënde, vëllezërit e tu dhe tërë familjen e atit tënd. Tani po zgjeron Bibla kuptimin e shtëpisë tënde apo jo? Edhe po thot, do mbledhësh aty baban, nënën, vllain, edhe shtëpinë e atit. Po ati e di çfarë ka? Ati ka grua, ati ka gjithashtu vëllezër, ati ka motra. Atëherë, shkon në shtëpinë tënde, domethënë ndaj ungjilli me kë? Me baban, nëse është i pashpëtuar, me maman, me motrën, me vllain, me tezën, me dajën, me hallën, me mbesën. Apo toni çapo thot Zoti, mblidhi ata, shkon në shtëpinë tënde. Te kushërinjtë e tu, shkon në shtëpinë tënde, ndaj ungjillin. Tani jo vetëm aq, te Marku 5:19 ne lexojmë, por Jezus nuk e lejoi, madje i tha, shkon në shtëpinë tënde te të tut. Pra nuk mjafton vetëm shtëpia ime, nuk është vetëm babi, mami, motra, vllai. Nuk janë vetëm kaq, por është tezja, është halla, është xhaxhai, është nepi, është mbesa, është gjyshja, është gjyshi. Tani thot te të tut. Kur krahasojmë shkrimet me shkrimet të tut, ishin miqt. Edhe shikoni si thuhet tek Luka 14. Ai tha atij që kishte ftuar, kur shtron dreka dark, mos thirr miqt e tu, as vëllezërit e tu, as parafisin tënd, as fëmijët e pasur e valdon. Pra po flasim tek të tut, edhe Zoti ka kuptimin tek miqt e tu. Atëherë Zoti ka një shënjestër. Dhe shënjestra për mua, nga ana e Perëndis, është të shkoj te miqt e mi, të shkoj në shtëpinë time. Edhe kush janë miq, shikoni përsëri tek Veprat 20:24.
Thot, dhe një ditë pasi hyn në Cezare, por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur fare fisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtë. Edhe dini që Korneli ishte njëri i pashpëtuar. Ai po i lutej Perëndis, por duhej të shpëtohej dhe mënyra si duhej të shpëtohej ishte që ai duhet të merrte lajmin e mirë. Po lajmin e mirë e kishte Pietri. Edhe Pietri ishte diku, edhe Perëndia i shfaqet në një vegim, edhe i tregon ato kafshë pa pastra që Pietri thot, nuk dua t'i ha, nuk jam ndotur, edhe pastaj qëllimi i këtij mësimi ishte që të shkonte ndër pagan. Por çfarë kishte bërë Korneli? Korneli kishte mbledhur fare fisin e vet. Kishte mbledhur miqtë e ngushtë. Pse? Sepse lajmi i mirë fillon nga shtëpia jote edhe të afërmit e tu. Lajmi i mirë fillon nga shtëpia jote dhe miqtë e tu. Cilët janë miqtë e tu? Kush janë kolegët e tu? Kush janë shokët e tu? Atëherë shko atje edhe ndaj ungjilli me shokun tan, shko atje ndaj ungjilli me xhaxhantën, me gjyshen, me hallën, me tezën, me kushërirën. Ka një shënjestër Zoti. Është plani i Perëndis për ty, plani i Perëndis për mua. Së treti, qëllimi i shpëtimtarit përmban mesazh. Domethënë Jezusi jo vetëm që ka një urdhër, shko, mos rri brenda 4 mureve duke pjekur, po lexoj Biblën, po lutem edhe duke pjekur, shko, dil tani. Nuk është vetëm që të vim këtu të dielave para ditëve, sigurisht do të bëjmë këtë, po dilni pastaj, edhe ka një urdhër, shkoni tani. Ku të shkoj o Zot? Ku të shkoj? Nga të vete, shkoni në shtëpinë tënde. Çdo njeri ka hall, çdo njeri ka tezë, çdo njeri ka kushërinë, çdo njeri ka mbes, çdo njeri keni farafis nga mishi. Keni shok, atë Zoti ka një urdhër të qartë. Të shkojmë. Tani jo vetëm që të shkojmë, sepse mund të vrapojmë, edhe vajta atje, hëngra një darkë me kushëri, nuk kënaqem, kaluam kohë së bashku, nuk është kjo. Ungjillizimi nuk është të duash fëmijën tënd. Ungjillizimi nuk është të duash gjyshin tënd. Ungjillizimi nuk është ta shkosh ta vizitosh në spital. Ungjillizimi nuk është që të përqafosh atë. Ungjillizimi është ti të shkosh dhe të ke një mesazh nga Zoti. Nëse thjesht kalon kohë me shokun edhe pit një kafe, lavdi Zotit për atë kafe që pin, po ky nuk është ungjillizimi. Base mund të ketë sepse ndërtove marrëdhënie me të, po, por nuk është ky ajo që Zoti kërkon. Zoti thotë që trego, hap gojen dhe duhet të tregosh diçka. Trego çfarë gjërash të mëdha bëri Zoti. Dhe si pati mëshirë për ty. Trego dëshminë tënde. Çfarë gjërash të mëdha bëri Zoti. Është mjaft e rëndësishme kjo. Veprat 26 ne gjejmë Pali që po ndan dëshminë. Edhe për përmbush këtë gjë që pikërisht Jezusi tha këtij të riu. Atëherë Agripa i tha Palit, ke leje të flasësh për të mbrojtur veten. Dhe Pali si e shtriu dorën, nisi të bëjë mbrojtjen e tij. O mbret Agripa, unë e quaj veten të lumtur që kam mundësi sot të shfaqsohem para teje nga të gjitha ato që më kanë akuzuar judejnë. Pali pati një moment të ndante dëshminë e tij. Nuk ishte momenti siç Pali e priste. Ishte në pranga. Nuk ishte momenti siç Pali mund të ndronte. Ishte i burgosur. Por ishte momenti i Palit. Dhe Perëndia do japi dhe një moment, do japi dhe një kohë për të ndarë ungjillin, për të ndarë dëshminë tuaj me ata. Mund të mos jetë siç e doni. Mbase do doni në një moment ku jeni më tepër hat, po nuk jeni. Mbase do doni në një ambient tjetër, po nuk jeni. Ai është përpara të gjitha atyre. Edhe i burgosur, dhe Pali thot, edhe vinë e quan vetet të lumtur. Është shumë e rëndësishme kjo. Njerëzit nuk shpëtohen sepse ju debatoni me ta. Njerëzit do të shpëtohen edhe do të shohin që jeta juaj ka ndryshuar sepse ju keni një marrëdhënie të ngushtë e ju keni paqe dhe jeni të lumtur me Perëndin. Ata duan të dinë çfarë ke gjetur ti te Jezusi. Debati nuk do fitoj të pashpëtuarit. Por gëzimi i jetës sonë në Krishtin do të përbëjë ndryshimin. Dashuria juaj për shpëtimtarin do të ketë impakt tek ata. Jeta juaj e ndryshuar në Krishtin do të ketë impakt tek ata. Por Jezusi nuk e lejoi, madje i tha shko në shtëpinë e atit tënd, në shtëpinë tënde, te të tut, dhe u tregosh çfarë gjëra të mëdha bëri Zoti dhe si pati mëshirë për ty. Shko trego dëshminë tënde. Mund të jetë përpara shkollës, mund të jetë që base tema e mësimit mund të jetë tregoni gjërat më të mrekullueshme të jetës.
Ose mund të ulesh me dikë ti thuash, a mund të pyes pak si ka qenë jeta jote? Edhe ai do filloj të flasi. Cilat janë gjërat më të veçanta, më të çmuara, më të rëndësishme për ty? Po ishte një moment ku më lindi djali. Edhe është gjëja më e bukur që kalova. Edhe mbajta fëmijën tim për herë të parë në jetë. Nuk e dija gjë të thoshte, po jam më në fund e mbajta. Ai mund të tregoj historinë e vet. Prisni që Zoti t'ju jap mundësinë të tregoni historinë tuaj. Base mund mos jetë vendi dhe momenti si thash parë, se si të donit ju që ta jepni këtë dëshmi. Por është momenti që Zoti ka për ju. Edhe filloni të tregoni. Edhe tregoni atë pikë kulminante, më të mahnitshme të jetës suaj. Qase ju tregoni që thjesht u martuat, lindët fëmijë, bët shkollën, po nuk është Jezusi këtu. Fali, po nuk është kjo dëshmi. Nuk është kjo dëshmi. Shfrytëzojeni këtë mundësi. Bëhuni të urtë. Ndërtoni marrëdhënie me njerëzit. Tregoni atyre, kërkoni atyre çfarë gjëra të mëdha ka ndodhur në jetën tuaj. Natyrshëm. Pastaj do vi koha juaj. Janë 5 ungjij që dëshmojnë për Jezu Krishtin. 5 ungjij. Mateu, Marku, Luka, Gjoni. Dhe jeta juaj e ndryshuar. Janë 5 ungjij. Mateu, Marku, Luka, Gjoni dhe jeta juaj e ndryshuar. Dhe ka fuqi, sepse ju takuat Jezusin, të vdeku në fare mëkate dhe çfarë Jezusi dha jetë ju. Dëshmia juaj e shpëtimit ndahet në 3 pjesë. Cila ishte jeta para shpëtimit? Si ndodhi që u shpëtuat? Si e ndryshoi jetën Zotin pas shpëtimit? Edhe mbaj mend kur u shpëtova. Edhe mendoja që isha njëri i mirë. Po flas për veten time. Edhe mbaj mend që isha student, edhe kisha jetën time normale. Edhe në ato kohë më duke e natyrshme të kopjoja, sepse nuk po mësoja. Nuk kam qenë kështu kur isha në shkollë të mesme, por ja që kështu më ndodhi në shkollë të lartë, di që kishte fajin shoqëria, si gjithmonë ja fajin shoqërisë, edhe shoqëria nuk mësonte, ata 3 shokët e dhomës ishin tembel, edhe fillova të bëhesha edhe unë tembel, por nuk e kishte fajin shoqëria. Po nejse, unë ja bë fajin shoqërisë, e kuptoni atë. Por ndodhi që Perëndia më hapi syt. Ndodhi që dikush erdhi në konvikt. Edhe kur erdhi në konvikt, trokitit e dhoma konviktit më tha, a mund të flasim bashkë për Zotin? Edhe lejova. Dhe mendoja që isha njëri i mirë. Këto gjëra të vogla, gjithi bëjnë. Dhe për herë të parë Zoti më hapi syt. Edhe më tregoi që zani ti e mëkatar. Unë jam i shenjtë dhe urrej mëkatit dhe për shkak të mëkatit do vesh në ferr. Dhe për herë të parë kuptova peshën e mëkatit në sytë e Perëndis. Edhe Zoti më tha, të dua ty. Edhe ai më tregoi me një tabelë që Jezusi erdhi nga qielli në tokë, jetoi pa mëkate dhe krijoi urën midis njerëzve dhe Perëndis dhe vdiq në kryq. Atëherë kuptova që nëse ka një zgjidhje për të shpëtuar ishte vetëm Jezu Krishti. Edhe atë ditë besova në Jezu Krishtin dhe e pranova atë si shpëtimtarin tim. Një avrresht nuk më ndodhi ndonjë gjë, kisha vetëm një paqe në zemër, po asnjë gjë. Pas një javë ndodhi që takoj një çun, edhe vjen ulet përballë meje në tavolinë në menz, edhe ulet dhe pasi ulet më pyet. Pyetja e parë që më bën është, a besonte Zoti? Kisha një javë që kisha pranuar Krishtin. Edhe menjëherë në mendjen time, nga që nuk e doja që të mbyllë këtë bisedë, edhe menjëherë mendja ime xhiroi 100 gjëra në mendje. Edhe në vend që ti thosha po, i thash pse? Edhe mbaj mend shumë mirë pse i thash pse. I thash pse sepse nuk doja të mbyllë këtë bisedë për Zotin. Edhe kemi folur deri në mesnatë, atëherë kuptova që Zoti kishte ndryshuar jetën time. Pastaj edhe koha e provimeve dhe fillova të kopjoja si zakonisht, nuk kisha qenë në Kish, nuk e dija që kopja ishte keqe, nuk dija asnjë gjë. Kam shkuar në Kish 3 muaj pasi pranova Krishtin. Edhe por ku po bëja kopje diçka nga brenda më shtynte edhe më thoshte kjo është e gabuar. Edhe merrja ato fletat e kopjeve hidhja nga dritarja. Edhe një luftë e brendshme, pastaj mora provimet një me kopje, një pa kopje dola. Edhe erdhi vera. Edhe fillova të lexoja Biblën sepse kisha uri për të, edhe pash Zoti më kishte ndryshuar kaq shumë, sa që isha shumë i vrarë që kisha kopjuar.
Edhe erdhi viti i tretë i shkollës së lartë, edhe thash Zotit, Zot, edhe jam shumë i ndershëm në këtë. Nëse do që të kthehem në Vlorë pa shkollë, unë do të kthehem. Nëse ti ke një plan me mua të mbaroj shkollën, unë do të mbaroj. Kisha 2 vjet që nuk mësoja nga inxhinieria, edhe isha në vit të tretë. Edhe e lash këtë çështje në duart e Zotit. Ama fillova të mësoj, të lexoj, edhe të filloj të tregoj të tjerëve për Krishtin. Kjo ishte jeta ime. Mëso Biblën, tregoj të tjerëve për Krishtin. Erdhi provimi i parë. Kur erdhi provimi i parë, ajo që ndodhi ishte që ula në bank të parë. Po provimi i parë që bëra nuk ishte nga pedagogu im. Ishte pedagogu që kishte dhënë klasës tjetër, ai na mblodhi të 2 klasa. Edhe ai erdhi bëri apelin, edhe lexoi emrin tim, isha aty. Edhe më dha fletën. Fleta që më dha ishte se ishim me teza atëherë, duhet të zgjidhje një të merri, edhe fleta që më ra ishte nuk e dija ta bëja. Ishte nga 25% e librit që nuk e kisha mësuar. E lash provimin, pa kaluar 5 minuta, thjesht u përpoqja të shikoja çfarë përmbante teza, edhe ikam. Edhe ai më tha, pse po del? Thash, nuk di ta bëj. Pedagogu dha një datë tjetër brenda sezonit për të bërë atë provim. Shkoni pyesni nëpër universitete. Nëse ndodh që provimi të bëhet brenda sezonit, dhe nëse do të gjeni vetëm datën time. Sepse të gjitha provimet nuk bëheshin brenda sezonit, të gjitha provimet shkonin në vjesht. Edhe ja them këtë me autoritetin e Biblës. Me ndershmërinë time përpara Zotit. Edhe unë gëzova që një javë më prapa do ta japja përsëri provimin. Dhe shkoj prap atje në klasë edhe ndërkohë që shkoj ulem prap në bankë të parë. Prap ishte pedagogu tjetër, jo imi. Edhe ai më kishte lexuar vetëm një herë emrin. Sa hym brenda, edhe mbaj mend, ai vin aty dhe lë regjistrin dhe më thot mua, ti je Sozani? I them po. Edhe më jep tezën në dorë. Pa folur me të tjerë, pa bërë apelin. Teza që më ra në dorë ishte teza që më kishte rënë një javë përpara. Edhe sigurisht e mora atë, e dija, e bëra, e mbusha fletore, sepse e dija atë tezë. Kam dalë nga salla duke kënduar, po të më shihni do të thoshi, ky është i çmendur. Duke kënduar, duke kërcyer, duke brohoritur, ja kështu, më duke lëvizur. Edhe ishte korridor gjatë, isha tek inxhinieria elektrike te dhoma 201. Ishte në fund, ishte korridor shumë i gjatë. Zoti ka ndryshuar jetën tuaj nëse jeni të rilindur. Tregoni kur u shpëtuat, se u shpëtuat, çfarë bëri Zoti me ju? Sepse Zoti të bën krijes të re. Le të flasim tani për praktikën e shpëtimit. Pra folëm për gëzimin e shpëtimit, edhe folëm gjithashtu edhe për qëllimin e shpëtimit. Tani flasim praktikën e shpëtimit. Bibla thot, dhe ai shkoi. Shkoi. Zoti hapi sytë atij, edhe e vendosi një marrëdhënie me të, e çliroi nga pushteti i demonëve, edhe e bëri krijesë të re, edhe është piktura e shpëtimit ton, ai e shëroi në fakt, është piktura e shpëtimit ton. Edhe ai kishte të marrëdhënie të ngushtë me Zotin, ai donte të rrinte me të, edhe Zoti çfarë? I tregoi një gjë më të mrekullueshme. Edhe ndërkohë që zemra e tij rrinte me të, filluan të sinkronizohen rrahjet e tij, edhe ai pasaj shkon drejt pasionit që ishte në zemrën e Zotit, edhe cili ishte pasioni? Të fitojë të humburit. Edhe Zoti e kthen atë në drejtim. Dhe kur jep drejtim, çfarë ndodh? Ai jep një urdhër, dhe ai jep gjithashtu një shënjestër. Miqtë tu, shtëpinë tënde. Edhe jep gjithashtu një mesazh. Nuk është thjesht bëuni fetar, nuk është thjesht bëni bamirësi, nuk është ky shpëtimi. Është duhet të tregosh çfarë Zoti bëri me ty. Si pati mëshirë për ty mëkatarin. Edhe si Krishti vdiq në kryq, edhe ti e kuptove atë dhe besove te Krishti, edhe ai u bë shpëtimtari yt. Dhe praktika është thjesht, praktika e re e jetës së re përmban bindje. Dhe ai shkoi. Si jetohet jeta e krishterë? Duke ju bindur Zotit. Duke ju bindur Zotit në atë që është rrahja e zemrës së tij, misioni i zemrës së tij, qëllimi i jetës së tij. Madje djaloshi mbase nuk u ndje mirë kur Jezusi tha jo. Por çon si kanë ndjenjat. Jezusi e di më mirë.
Mund të jesh brenda në dhomë thua jam rehat këtu, mund të jem këtu në kish jam rehat këtu, po vitë dielën edhe jam besnik duke ardhur dielën, edhe Zoti thot, nuk është kjo. Nuk është vetëm kaq. Duhet të lëvizësh. Edhe ky u bind. Zana filla 12:4 thot, atëherë Abrahami u nis siç i kishte thënë Zoti, dhe Loti shkoi me të. Abrahami ishte 75 vjeç kur u nis nga Harani. Me anë të besimit thot Bibla. Me anë nuk e të besimit, nuk e kuptoj shumë, nuk jam shumë rehat, nuk e di, Zoti jam vetëm. Unë sapo u shpëtova, ti shkoj tani me anë të besimit. Sepse ai që më ka dërguar është Zoti i zotërve, mbreti i mbretërve. Edhe nuk ka nevojë të them më dërgo, por ai më ka dërguar. Edhe me anë të besimit u lëviz, edhe shkoj në shtëpinë e babait tim, në shtëpinë time, edhe shkoj te hala, shkoj te Tezja, shkoj te Xhaxhai, shkoj te Kushrin, me anë të besimit, dhe kam një mesazh. Mesazhi është mesazhi si Zoti më shpëtoi mua, atë të shpëtoi edhe ty. Edhe unë shkoj te miku im, shkoj te shoku im, shkoj te kolegu im, edhe filloj të hap temën me të. Me anë të besimit. Sepse nuk eci me ndjenja, por eci me besim. Gjëja e dytë është praktika e jetës së re përmban predikim. Dhe ai shkoi. Nuk shkoi vetëm thjesht me dy molli, erdha, si e gjysha, mirë, atë përqafoj, mirëpafshim tani si jam i zënë. Ja, unë shkoj edhe tregoj ca gjëra aty, edhe kaloj një kohë të bukur dhe pastaj mirëpafshim. Edhe çka ke bërë ti, kalove pushimet gjatë verës, mirëpafshim. Ai shkoi dhe predikoi. Dhe predikimi është të flasësh për bindje, të flasësh për qortim, të flasësh për ndreshje. Unë edhe fillon me dëshminë tënde, unë isha mëkatar, edhe Zoti më hapi syt, sepse ka një qortim nga Perëndia, paga e mëkatit vdekje, dhe ka një vdekje të dytë, edhe Zoti hapi syt e mi, edhe pash mëshirën e tij, edhe pash dashurinë e tij, edhe pash hirën e tij, edhe u shpëtova. Po në tjetër mënyrë Zoti do të bëjë edhe me ty. Prandaj Roma 10:15 thot, dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar, siç është shkruar sa të bukura në këmbët e atyre që shpallin paqen me Zotin, sepse njeriu është në armiqësi me Perëndin për shkak të mëkatit. Lajme të mira. 2 Samuelit 18:27 është një histori e mahnitshme, edhe është historia me një lajmëtar që ai është prift ashtu siç ju dhe unë jemi priftin të vjatës së re, edhe është Ahimaci birit Sadokut, edhe ai ka një lajm, edhe këtë lajm është lajm i mirë. Edhe ai do shkojë me vrap që ta çojë këtë lajm të mirë të Davidit. Edhe ai vrapon, madje është kaq i zellshëm. Edhe parkalon një tjetër që kishte një lajm. Vrapon, është shumë i zellshëm, shkon atje, edhe më në fund del përpara Davidit. Edhe kur del përpara Davidit, ai është si gazeta pa lajm. Shikoni çfarë thuhet në vargun tjetër. Mbreti tha, a është mirë i riu Absalom? Ahimaci u përgjigj, kur Joabi dërgoi shërbëtorin e mbretit dhe mua shërbëtorin tënd, pash një rrëmuj të madhe, po nuk e di për çfarë bëhet fjalë. Domethënë shkon tek i pashpëtuari, edhe çfarë? Nuk i jep ujë për të pirë. Shkon tek i pashpëtuari dhe nuk tregon atë si të shpëtohet. Shkon tek i pashpëtuari dhe nuk e lajm në duar. Sepse lajmi i mirë është, Krishti vdes për mëkatet e tua. Po që t'jetë lajmi mirë, du të këtosh lajmin e keq, ti e mëkatar dhe mëkatit që në fërë, po ka një lajm të mirë, paqja e Zotit është mbi ty në qoftë e besoni Jezu Krishtin. Perëndia pajtoi mëkatarin me vete në kryqin e Kalvarit. Nuk është çështje feje, është çështje rruge e shpëtimit të Zotit. Shikoni 1 Timoteu 1:15-16. Kjo fjalë është e sigurt, e dej për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët. Këtu është ungjilli. Vjen edhe çfarë thot Pali, unë jam i pari. Atë Pali po vendos dëshminë e tij. Edhe dëshmia e tij përmban ungjillin. Kjo fjalë është e sigurt. Krishti erdhi, vdes për mëkatarët. Dhe vdes për mua. Unë jam i pari, me çfarë fjala, nuk jam vetëm unë mëkatar, edhe ti je mëkatar. Po vjen edhe vargu më poshtë. Vargu më poshtë çfarë thot? Prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të tregojë më përpara në mua gjithë zemërgjërsinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. Domethënë Perëndia të shpëtojë ty për të qenë shembull.
Shko në shtëpinë tënde dhe trego, ka një shembull, dhe unë jam shembull i gjallë. Krishti vdesh për mua. Trego dëshminë tënde. Zoti të shpëtojë të për të qenë shembull për jetë për jetën, për ata që do të besojnë. Edhe Pali këtu po tregon sa e rëndësishme është të kuptojmë pse u shpëtuam. U shpëtuam dhe u lam këtu që të shkojmë tek të afërmit, të shkojmë te miqtan, sepse jemi shembull nga Perëndia. Ju do thoni po, e kam ndarë Ungjillin 5 herë, ndaj për herë të 6. Koha po mbaron. Dhe nuk do të kesh më mundësi. Lutu fort për të. Kjo është mënyra si jetohet jeta praktike e jetës së re. Së treti, praktika e jetës së re do të sjellë ndikim. Dhe ai shkoi dhe nisi të predikojë nëpër Dekapolis, nëpër gjitha ato që kishte bërë Jezusi dhe të gjithë u mrekulluan. Ai pati ndikim tek njerëzit që shkoi dhe u dha atyre lajmin e mirë. Më dëgjoni pak, ndikimi është Zoti do ta bëjë jetën tuaj që të ketë ndikim tek ai. Ata do të dëgjojnë. Patëm një bisedë me Kledin para një jave afërsisht, edhe tha ai, vërtet tha, shko në Kish, i duket çuditshme. Tërkohë që kishim kohë që njiheshim edhe, okay, gjitha ato gjërat, por ajo që ndodhësh kur ti shkon te një njeri, edhe fillon të tregosh dëshminë tënde, fillon të tregosh si Zoti pati mëshirë për ty. Lëre dorë Perëndis, po besoje që Perëndia do të përdor fuqishëm fjalën që ai do të përçojë përmes teje. E do të ketë ndikim. Për disa, kur sa po shpëtohen, menjëherë bie ndikimi. Sepse kur ata sa po shpëtohen, fillojnë të shohin të tjerë që ka një jetë re, ka diçka ka ndryshuar tek ai. Edhe qëllimi se Perëndia na ka lënë është të jemi kish me ndikim. Dhe kish me ndikim është kur ne dalim edhe tregojmë si pati mëshirë Zoti për ne. Çfarë gjëra të mëdha bëri Zoti për ne? Dhe vini re, nuk është dashuria jonë që na shtyn të shkojmë në shtëpinë tënde. Është urdhërimi i Perëndis na detyron të shkojmë në shtëpinë tonë, të detyron të shkosh në shtëpinë tënde. Marku 6:51 thot, pastaj hipi në barkë me ta dhe era pushoi dhe ata mbetën jashtëzakonisht habitur me veten e tyre dhe u mrekulluan. Mrekullia është diçka e pazakontë. Edhe kur ju tregoni dëshminë tuaj, dëshmia juaj është diçka e pazakontë. Prandaj njerëzit të mahnitit se do të shohin Perëndin që ka vepruar në ju. Thjesht trego dëshminë tënde. Djalli nuk mund të ndryshojë dëshminë tënde, nuk mund të kundërshtojë dëshminë tënde. Është dëshmia juaj. Po ka fuqi. Krishti, tha Pali, erdhi në këtë botë për shpëtuar mëkatarët, në të cilët unë jam i pari, dhe u mëshirova nga Zoti. Perëndia pati mëshirë për mua, jo vetëm për shpëtimin tim, por për të qenë shembull në shtëpi mes shokëve për të treguar se si ata mund të pajtohen me Jezu Krishtin. E keni parë filmin Luiza në botën e çuditërave? Kur unë isha i vogël filloi atëherë të jepej në televizor. Edhe është një histori që thot Luiza pyet Macen. A mund të më thuash nga cili shtek të shkoj? Edhe Maci ja përgjigjet. Varet se ku do të shkosh. E Luiza thot, nuk më intereson se ku. E Maci ja kthen. Atë nuk ka rëndësi se nga cili shtek do të shkosh. Kështu janë shpesh herë të krishterët. Jetojnë pa qëllim në jetë. Dalin, shkojnë në punë, kthehen, kujdesen për familjen, dhe nuk kanë qëllim. Njerëzit shpesh dështojnë për shkak të mungesës së qëllimit dhe jo për shkak të mungesës së talentit. Lavdia e Perëndis, lavdërimi i tij përmes shpëtimit të shpirtrave të njerëzve është qëllimi i vërtetë i jetës së njeriu të rilindur. Shko në shtëpinë tënde. Nuk di ku ta fillosh, ja ku ta fillosh. Shko te miqtë tu. Po thua po, Zot nuk kam fuqi. Ngri syt, tha Zoti Mojsiut. Jam unë që po të dërgoj. Fillo me atë që ke në dorë, kishte vetëm një shkop. Ai shkop u bë fuqia e Zotit. Edhe pavarësisht të kaluarës tënde, pavarësisht dobësisë që ke, unë jam forca jote. Kështu i tha Zoti. Dhe ai ka një plan me ty,
ashtu siç kishte një plan me Moision. Po ka probleme, sepse ne duhet të besojmë Perëndis. Po shko te halla, tezja, daja, shko, bëje një listë, cila është lista jote, bëje listën aty, edhe lutu për ta, edhe pastaj lëviz. Nuk mund t'i qosh të utilizosh të gjithë brenda një dite, po fillo të lëvizësh. Shko, sepse koha po mbaron, koha juaj, koha ime, koha e kishës, marrja e kishës është afër, koha e atij gjithashtu, askush nuk mund të mburret për të nesme, nuk e di sa do të rroj. Po shko. Nuk është për tjetër, është për ty. 1 Korintasit 15:58 thot, prandaj o vëllezër të mi të dashur, shndroni të fortë e të patundur, duke tepruar për herën e veprën e Zotit, duke ditur se mundi juaj nuk është i kot në Zotin. Domethënë Perëndia ka një shpërblim për këtë punë. Perëndia ajo dha fala shpëtimin, por ai ka një shpërblim për këtë punë. Ja Perëndia vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon mbi të. Ja ai e ka shpërblimin me vete dhe shpërblimi i tij e pararën. Je djalosh u shpëtua, ose më sa fushërua a Jezu Krishti. Është piktur e shpëtimit tonë. Ai kishte një dëshirë të re. Ai donte që të rrinte me Jezusin, një dëshirë e mahnitshme e jetës tonë kur ne u shpëtuam. Dhe Jezusi e ndalon dhe thot, lëviz tani. Kjo nuk është në kundërshtim me realitetin e asaj që Perëndia dëshiron të kalojë kohën. Sepse shkrimet dëshmojnë, si foshnja të sapo lindura të dëshironi fort për qumshin e pastër të fjalës. Shkrimet dëshmojnë që duhet të kalojmë kohë me Perëndin. Shkrimet dëshmojnë që zemra jonë nuk ka nevojë të ndryshohet, është ndryshuar tashmë, ajo rre për shpëtimtarin. Po kur rre zemra jonë për shpëtimtarin, atëherë fillon të rrahin në sinkron me rrahin e shpëtimtarit. Dhe ai erdhi për të kërkuar të humburin. Edhe kur ju e doni atë, kaloni kohë me të, edhe pasaj ai ju bën ju peshkatar njerëzish. Sepse zemra ju e rre në sinkron me zemrën e Zotit. Edhe pasaj ai ka një qëllim për ju. Sepse ishim pa qëllim, siç kënduam këngën, pa qëllim, pa shpresë, por ai na dha qëllim, na dha shpresë. Edhe pasaj ai të orienton, sepse shpëtimi ka qëllim, nuk ka vetëm gëzim, ka dhe qëllim. Edhe të orienton në shtëpi, edhe të orienton të shkosh, e të orienton që të mbesh e të ndash dëshminë tënde të tregosh. Por gjithashtu ka një praktik, nuk mjafton vetëm të dim, sepse ka një mbyllje prapa. Ne duhet të lëvizim, ai djaloshi ju bin Zotit, ai shkoi, edhe çfarë, ai predikoi, edhe të gjithë u mrekulluan, dhe Perëndia do të përdorë dhe do të marrë dëshminë tuaj që të ketë ndikim të pashpëtuarit. A mund të bëjmë edhe ne atë që bëri djaloshi? Kjo është thirrja. Prandaj, ku të filloj? Në zonën tënde të influencës. Edhe dim tashmë kush është zona e influencës. E t'ulim kokat tona. Nuk e di ku jeni në marrëdhënie me Zotin. Nuk e di çfarë jemi duke bërë, por koha po shkurtohet. Edhe nuk ka kuptim që të jetojmë pa qëllim. Nuk ka kuptim që të endemi edhe të jemi pa punë. E vetëm të rrim. Ndoshta nuk po them që nuk kemi duke bërë gjëra, por në sytë e Zotit jemi pa punë. Edhe Zoti po të thret ty. Po të thret ty që të shkosh e të gjesh një Andrea. Më thret mua që të shkoj të gjej një Filip, e thret tjetër për të gjetur një Natanael. Ku të filloj o Zot? Edhe Zoti është kaq i mirë, edhe fillon na tregoj, shko në zonën tënde të influencës. Të gjithë rrethohemi me miq, me shok, fillo, bëj një listë me ta. Lutu për ta, edhe fillo të dalësh, dil nga zona jote e ratis, dil nga ajo, mos thuaj thjesht po kaloj kohë me Zotin. Dil nga ajo, sepse Jezusi dëshiron që ti të dalësh edhe të kërkosh atë që ka humbur. E nuk e dini nëse jeni apo jo i pashpëtuar sot. Por nëse jeni i pashpëtuar, Perëndia të do ty. Ai vdiq për ty. Ai pagoi mëkatin për ty. Ai u varros dhe u ringjall për ty. Ti nuk mund të bësh dot asgjë me forcat e tua ta marrësh parajsin, sepse nuk e arrin dot shenjtërinë e Zotit. Por Perëndia siguroi një rrugë shpëtimi për ty. Dhe rruga është Jezusi. Bibla thot beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh.